Ilir Selmani, i dyshuar për ekzekutimin e ish-punonjësit të policisë Santiago Malco në gusht të vitit 2019, është paraqitur nën forca të shumta sigurie në GKK. I dënuar me 26 vite burg për vrasjen e ish-efektivit Santiago Malco, Selmani kërkon pafajësi në apel. Seanca u shty pasi avokatët kërkuan kohë për konkluzionet përfundimtare. Më 19 qershor, apeli i posaçëm vendosi të lirojë Selmanin nga arresti me burg, duke vendosur masën në arrest shtëpie për të dyshuarin. Vetëm një ditë më parë, pranë banesës së tij, u kap me armë zjarri Emiliano Nina, kush riri Ervis Martinajt. Ky episod çoi hetuesit të dyshojnë se po tentohej një atentat për hakmarrje, teksa trupa gjykuese i pranoi Selmanit kërkesën për ndryshim të vendbanimit për shkak të kushteve jo të mira ku ndodhet aktualisht.